Një element tjetër veprimi I qeverisë Kurti ishte fakti që ka marrë kohët e fundit edhe stacionet e kurudhore në veri. Kjo është edhe një arritje tjetër. Kurti nuk ka të ndalur në sigurimin e sovranitetit, integritetit territorial dhe në forcimin e shtetit të Kosovës. Ai, për këtë është edhe halin sy, edhe e keni pa dhe vetë. Ma në fund kanë fillu edhe diplomat të matë nalë sërë të përshirë dhe voqishin të kërstohen edhe fizikisht. E ke Volinin I cili thot duhet të bëjmë atentat, ne dim si të bëjmë atentat se kemi bën shqiptar përpara. Prandaj Kurti është rreziku I Serbisë. Ai është meri I Serbisë. Bashkë kanë qenë me vjosën të meri I Serbisë, po vjosa tash ju ka bashkangjita pas opozitës dhe e ka hupat vlerë, cilën e ka pasur me kryeministrin Kurti. Do ketë diaspora apo Mërgata një rol në këto zgjedhjet? Mërgata me numër zotave nuk është edhe aq e madhe. Po flasim për përqindje shumë më të vogël, mirë po, çka është shumë rëndësi. Mërgata është shumë më e paangarur se sa votuesi brenda Kosovës. Ishe gjanat nga jashtë është shumë më e drejtë dhe nuk ndikohet lehtë nga interesat personale partijake. Ka, po jo në edhe natë mas. Prandaj, Mërgata tenton të votoj për atë që mendon që është më I miri për Kosovën, e jo për ato që është I takon një partije të caktume, ose ka pas në një vlerë për para 30 vite, jashtëzakonshme, nuk votohet për vlerat e kalume, votohet për vlerat e tashme, votohet për vlerat e ardhshme, çka po ofron në të ardhmen. Prandaj, pastaj, opozita, nuk po edhe të flasim, dëgjoj, kur flas zoti Rafael për opozitën, unë nuk mendoj se gjithë opozita janë të këqij e të gabuar. Mendoj për segmentet caktuar, disa antarë të kryesisë që udhëheqin, disa që marrin vendime, sepse ata janë përçan. Brenda aty ne ka njerëz që jashtëzakonshëm, njerëz briljant, njerëz që kanë dhënë çdo gjë për Kosovën, prej luftës e deri sot. Kështu që unë nuk dua me nënçmu ata. Unë po nënçmoj punën e disa prej tyre që udhëheqin këtë moment me opozitën. Mirë po, dëgjoni. Si mundesh me kërku vot nga diaspora, kur ti a priori deklaron se diaspora shumë prej përfaqësuesve të opozitës deklarojnë se diaspora nuk ka të drejtë vote. Nuk duhet me pas të drejtë vote. Duhet me amohu të drejtën e votimit. Në anën kërkojnë votën, në anën tjetër e mohojnë të drejtën e votimit. Normalisht jo është e paretshme ajo sepse drejta e votimit shkon në shtetësi. Por, deklarimet e tyre e damtojnë në Mërgata, kupton? Pastaj, propozohet ligji për shtetësinë, ku Mërgatet I lehtësohet marrja e shtetësisë, sidomos Mërgatës nga Gjermania. Ata votojnë kundër, zoti Rafael. Ç'është mundesh ti me votu kundër ti e ka voton praktikisht kundër Mërgate. Ç'është mundesh me kërku vot për Mërgatës? Bile edhe që të voci do ta marrin në shtetepër, sepse realisht këta udhëheqës të opozitës që janë ka udhëheqën në këtë moment nuk e meritojnë asnjë vot Mërgatës. Edhe shka është më e keqja, zoti Rafael, që më ofendon edhe mu personalisht, duhet gjithë neve, me mënyrë të përhershme, gati çdo ditë sheh prej tyne disa që deklarojnë se Mërgata është e padijshme, është e pangritur, Mërgata është mashtrohet nga Kurti, është e pashkolluar. Gjitha, do të thonë praktikisht ne gjithë që jemi këtu, ka punë e madhe se kemi kryer magjistratura e doktoratura I defilon në universitetet më të mëdha të Amerikës, se merr pjesë në jetën amerikane, takohesh me senator, me kongresmen nivelit më të lartë, ty të konsideron të mashtruar, të padijshëm. E po vallai, nëse unë jam I padijshëm, unë nuk do votoj për ato që më thotë që jam I padijshëm. Shumë drejt, po tash një aspekt tjetër, të mohosh rolin e diasporës që në fund të fundit I dha pavarësinë e Kosovës, sidomos diaspora shqiptare e Amerikës, kjo është habia më e madhe. Dhe ne pam kohët e fundit që me lobimin e një grupi shqiptarësh të diasporës
një grup kongresmenësh amerikan ishin në të gjithë trojet shqiptare, në Kosovë, me preshtin të Shqipërisë, në Kosovë, në Maqedoninë e Veriut, në luginën e Preshevës, në Maltëzi. Pra, roli i diasporës vazhdon, sepse ky kongresmen ka lidhjet e veta me zgjedhësit e vet shqiptar në zonën e tij elektorale, prandaj edhe me që është të drejt kauzën e tyre, lobizmi i ka lindur gjatë luftës Kosovës e duhet të vazhdoj sërish. Duhet. Zoti Rafael, unë para një ore ta dërgova një artikull, po sigurisht që pas po ta shohësh. Jo, sa s'ka qenë, jo tjetër ta kom dërguar një tjetër të takimit me kongresmenin Latimer, por para 3 ditësh ose 4 ditësh kam shkrimin me titull të cilin e kom botuar në disa gazeta tona, edhe media, edhe me media sociale, në Facebook e në këto, me titull pa mërgat nuk ka Kosovë. Gjatë gjithë historisë, jo prej sodit, po mundëm me shku prej nolit e konicës, ndoshta edhe ma heret, po kështu ma 100% prej nolit edhe konicës, mërgata e ka luajt një rol t'jashtëzakonshëm për kombin e vet. Edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë, edhe në Maqedoni, në gjitha trojet shqiptare. Ai që e mohon atë rol, ai që tenton ta përçojë mërgatën me vendlinjen, me atë dheu, ai është ndër me njerëzit më të ulët që mundet me qenën mrena popullit shqiptar. Se s'po du me përdor tom terma ofendus, por s'po di që s'mi sprej pak ma mirë, një pak ma të kulturume, është gabim katastrofal. Luftën e UÇK-s, kush e ka financue? Mërgata. Lufta nuk e bojnë vetëm luftarët. Aty ne ju duhet arme, aty ne duhet ushqim, aty ne ju duhet logjistika. Normalisht që ne e përulemi para luftarëve të lirisë, sepse ai që e merr pushkën me luftu për vendin e vet, ajo është sakrificë sublime. Ata meritojnë vendin më të madh në historinë, edhe në Armeninë, edhe në tashmen e kombit. Por, pa mërgat, ju kish mujt Kosova me bo luftën. Nuk ish mujt me qëndru gjatë kohës zotit Ibrahim Rugova, lëvizja paksore, rezistenca, kur shkollat janë mbyllur nga Serbia janë financiuar nga diaspora, u pagu 3%. Pastaj, edhe ma përpara, gjithë diaspora e mban e ka familjet atje. Ti nëse s'ke buk mi u dhon fëmijëve, ti do dorëzohesh te amiku, e hajman prindim, baba im, Arivaliçkaj, thoj ke kështu. Çdo gjë i qëndroj. O me mbrau, me mpre, me myt, me mkall. Gjitha me bo Serbia, por me bo me pa fëmijë me mi, para meje, që nuk kanë buk me hangër, atër unë dorëzona. Dorëzona, për shkak të fëmijëve. Prandaj, ne ja kemi mundësu frimarjen në diaspora, jo vetë unë, po ne, gjithë po, bërgata, gjithë historisë, frimarjen Kosovës. Edhe, njerëz të mirë kanë diasporë, njerëz të mirë kanë Kosovë. Po një tjetër nuk bojmë. Edhe mërgata pa Kosovë nuk e ka vlerën edhe. Prandaj ne jemi të lidhur. Edhe lutem, unë në momenti që dikush tenton na përçaj, jo mërgata në Ryshi, vendin në Ryshi, ose na përçaj në mënyra territoriale, jo shqiptarët e Shqipërisë, shqiptarët e Kosovës, shqiptarët e Maqedonisë, ose edhe në baza fetare, për mu ata asnjë vlerë nuk e kanë. Edhe absolutisht ju largona debatit me njerëz të tillë, sepse ata njerëz nuk kanë vlerë, po ata ja kanë vlerë negative në kombin tonë. Dhe për të mbyllur, zoti, unë dhe tis ndalemi duke folur për këto çështje, por për të mbyllur, cili do t'ishte sugjerimi apo apeli më saktë i Ligës Qytetare Shqiptare Amerikane, organizata kryesore lobiste e shqiptaro-amerikanëve, në këtë kuadër, në kuadër të zgjedhjeve të javës së ardhshme. Faleminderit edhe për këtë pyetje, zoti Rafael. Liga Qytetare Shqiptare-Amerikane kryen me zotin Joseph Dioguardi dhe zonjën Shirley Cloyce Dioguardi, apo se quajmë na Shoti Galica, prej momentit
që ka fillu të punojë. Vërtet prej 84-s kur Gjo Djeguardi ka fillu të veprojë në interesat kombit shqiptar, gjithmonë ka pas qëndrime pro shtetit dhe pro kombit. Ne, her pas here, Liga, jo unë, po Liga, e kemi përkra figurat të rëndësishme të cilët në momentin e caktuar kanë dhënë kontribut kombëtar dhe që ne kemi menduar që janë më të mirët në atë moment për çështjen tonë. E kemi përkra zotin presidentin Ibrahim Rugova, e kemi tapu me presidentin Clinton më stras për sa shumë aktivitete që janë bërë në bashkëpunim me te. Pastaj, kur ka dalë që ne kemi qenë të paret që kemi dalë publikisht, edhe kemi përkrau që kënë kur tjiret jenë frigu se ishte tendenca që ta shpallin organizat terroriste. Le në Washingtonin, në dëgjime, kudo, i kemi dalë me baner të UÇK-s, edhe kemi thonë si UÇK-ja është forcë e cila reziston okupatorin, është lëvizje për liri, e cila s'ka asnjë gjë përbashkët me terrorizmin, sepse djemë të UÇK-s leftojnë në pragjet e shpive veta. Pastaj, e kemi përkra gjatë asaj kohë dhe pas luftës zotin Ramush Haradinaj, sepse në ato momente kur ne kemi përkra ato kemi menduar se është më i miri. Ma vonë edhe kemi pas përkra edhe për presidentin Thaçi, për grupin e tinej. Kohëve të fundit, pasi që e vrejtëm që kjo klasa politike 20 vjeçare pas vdekjes së zotit Rugova e devijoi rrugën, ne jemi orientu për zotin Kurti, i cili ka dalë si një forcë re, mirë po gjatë gjithë kësaj kohe, për një kohë kemi qenë edhe për presidentën Osmani, tash jemi shpreh edhe publikisht, deklarata e Ligës ka dalë para një jave, ku e përkra zotin Kurti, jo si parti, po si lider që në këtë moment është më i miri për Kosovën. Kemi kërkuar që njerëzit ta përkrahin atë, edhe kjo nuk do të thotë që ne në një afat tjetër nuk e përkrajmë ndonjë lider. Nëse veprimtarët, kombëtar, lobistat si ne, unë e di që duhet me qenë panshëm, por nuk mund është me rëndësi është me qenë i pavarur, nuk mund është me pas dikon të keq, dikon të mirë me balansu. Se disa po na thojnë, ju Liga pse po merrni anin. Kemi anu për Rugovën, kemi anu për UÇK-n, kemi anu për Ramush Haradinaj, edhe vallai tash jem ka anojnë për kryeministrin Kurti, edhe ftojnë popullin që ta votojnë kryeministrin Kurti. Arsyeja është shumë e thjeshtë. Pas gjitha këtyre bllokadave, ndërhyrjes disa elementave nga Amerika për interesat Serbisë, për ta bllokuar vend të bllokadave, vend shtet të dështuar, ne mendojmë se vetëmi është kryeministri Kurti në çet moment, i cili mundet me shtyr Kosovën përpara. Një votë më e madhe se sa 51%. Se sa edhe 50%. Do t'i jep kë signal edhe opozitës, edhe çdo kujt që mendon me krye se populli është ka dhënë edhe një 4 vjeçar me ia dhënë kryeministrit Kurti. Nuk bën të mohohet vota e popullit. Bile unë disa herë po tash edhe shkrimet mia po përdori këtë. Ne kemi përkra kryeministrin Kurti deri tash për shkak se ai ka pas qëndrime të mira, sepse edhe ai ka gabime zoti Rafael. I dim gabimet, po ne s'kemi kohë tash mirë me gabimet tine, se ato janë të parancishme me arritjet që i ka ato. Mirë po, unë tash si votuesi i Kosovës, zoti Rafael, jam ka votoj për votën time. Unë që 3 herë, kjo është hera 3, kam votu, po du që kryeministri Kurti me shumicën e popullit Kosovë, ne po dojmë që kryeministri Kurti ta vazhdon edhe një mandat. Pas këtij mandati e shohim. Ata tjerë e bllokojnë votën time, e mohojnë votën time, ma shkelin votën time. Unë jam ka luftoj për votën time, zoti Rafael. Ne urojmë që gjithë populli i Kosovës, gjithë diaspora apo mërgata, si që thoni ju, kosovarët përgjithsisht, të ushtroj të drejtën e vetë të votimit, që e ka bërë pak a shumë, edhe të kemi zgjedhje të lira, demokratike, zgjedhje të cilat të çojnë në një shoqëri demokratike drejt zhvillimit të Kosovës, në aleancë me aleatët tanë të përhershëm, puna e diasporës, puna lobiste e diasporës, si që përmende, ka ekzistuar dhe do të vazhdoj të ekzistoj, dhe ne do të shpresojmë që të kemi zgjedhje edhe zgjidhje kësaj here, edhe zgjidhje kësaj here, sa më shpejt, sepse kjo sag e zgjedhjeve shumë zgjadhi.
Pajtohem me ty 100% më e rëndësishme në këtë moment është që të kemi zgjedhje pa eksese, zgjedhje demokratike, zgjedhje të lira, edhe pse ekzistojnë probleme, ekzistojnë damje të gjitha, le të fiton më i miri, atë që vendos populli do ta merr pushtetin edhe duhet t'ja mundsojmë ta merr na udhëheq, pastaj bisedojmë pas 4 viteve, i dëshiroj popullit shqiptar të Kosovës, të popullit në përgjithësi dhe mbar kombit shqiptar që ta kemi një ardhmëri të përbashkët, që ta gjejmë mënyrën të bashkohemi. Zoti Agim, ju faleminderit për këtë bisedë kaq emocionale dhe kaq Si zakonisht. të zjarrt. Këtu po japim fund emisionit tonë Argument dhe do takohemi në emisione të tjera.